në fund, tha, jam i lirë. Ku për din? Mirë po, Adisi ishte i lirë vetëm 3 ora. Adisi mas pore ka qenë i lirë desa se kena po intervistën. A po, a? A do me thonë une, e pas na kry këtë puna, pa im deret. Ta është ty spjegoj që funksionon. Hajde të lutë në tregona që ka ndodhe. Mas se cilës lojë në Mitrovic, për shkak që unë nuk më me shku shpesh në Mitrovic, mas se cilës lojë na e bujmë një farë forme në odën e Lindritit, ajo oda me perdet e famshme e keni po, mledhe me gjithmonë mas se cilës lojë, pambarësisht kush do me qenë musafer, unë i kërkoj falje dhe thamë unë e duna me shku, sepse me treneri njemi që aty që ajo është momenti ku na edhe të mirën edhe të keqen e diskutojmë zbashku edhe krejt. Edhe normalisht mas se cilës lojë presim loja me u ritransmitu bilenerët, kom shkruj ty, kom thona mund është pak mash me të njofshë, me në lëshu ma heret, po adin se po na vynë që ashtu ka një herë, me këshyrë në lojën. Edhe normalisht e këshyrëm në lojën, se në unë si kom po shumë fragmentet lojën. Duna me të ndërprej, ma e men, 2 sene i kanë, du me thonë përveç mbledhjes në këtot, edhe Adisi e ka time-outin, me njëherë mas lojës, kur na në transmitim duhet me prit, ka 15 minuta për intervista. Vitin ashëm, nuk e presim, se koha e transmitimit është shumë e shmushme. Vitin edhe, nese, këtë herë kërkoj falje, se ishte titulli kampion është dashme majtë atë fjalimin, që unë e kuptaj, po... Vitin ashëm, kena më bërë një punë, si të kryet loja me orë dhe minerë të intervista. Po dhe? Po që ata e mas mire, zë. Pa e ka bërë edhe një punë se ma ka spjegu. Tha, unë për shkak të respektit musafirve, të trenerave musafir, po i lo gjithmonë ata me shku. Kjo ardhë që ato pauzat pak të gatë. Po edhe nejse, e këshyrëm në loje. Kena me folë edhe për këtë punë. E këshyrëm në loje, nuk kry mirë bolë, pe këshyrim tash krejt që shu bo festa e titullit, edhe ullë pjana me trenerin. Edhe a i tha, I don't have, unë thash. Qysh? Që ke thonë, thash kështu, vëlla. Tha bashkan tha, unë s'kam kontrol. Thash jo, kjo s'është në regullë, vëlla, është I mas pari, je gut, thash, se na edhe sonte kena kontrolët me ty. Kena marrë vesh, ti me të parin, plus je në kontrolët deri me nesër, na I kena me 10 muj. Ja nisi aj me kesh, mandena të nesërmën, normalisht e kena pas drekën me lojtarë dhe me I falenderu lojtarë. A ti që o ka ndodhë? Jo, të nesërmën tash kur kryet puna e drekës hypim prap nodë në aty naltë edhe kryna këtë punë. Po ishim veç ofër na me I diskutu këto tema. Treneri Adis e ka një sen shumë të cilin unë jaqmoj shumë nuk gutët me të dhonë përgjegje pa mri ato ajtë të cilin e ka në kry, sepse si mbas ti angazhimin të cilin na e bojmë krejt, I përmeni Dardani se me të vërtet që ata jo njerëzit që punojnë mas shumë ti, për neve mandena është ma letë mi funksionalizu senet, normalisht nuk o letë mi gjetë paret, po mënyrën qysh punojnë, qysh mundohen për se cilin prej lojtarëve, nuk ka lidhe ora sa është, a 12 natës, a 1, a 2, me bu me thira ta qonë, me njëra, edhin është kjo është jashta krejt standardeve. Po duna me të ndërprej opet, nuk është letë as pak sot mi gjetë paret, po edhe kur I gjenë paret edhe nëse nuk I ki njerës që ja japin hakun edhe bojnë që atë punë, shumë shtirë është. Një prej arsyeve pëse unë komet ka gjatë në kryet e klubit basketballistik Trepqa, ose arsyja kryesore janë qëta njerës. Sepse unë me të vërtet punë të cilat unë I kom të mijat, I kom lonë krejt anash, që shumë vjetë. Edhe motivi jam kryesor janë qëta njerës të cilët I përmendi Dardani, edhe normalisht djemë si Dardani që janë në ekip me neve, edhe mandena kur të sheti tonat njeri që I gëzot aty edhe të rënë të jep krejt lavdatat e mundshme I lutët Zotit për ty, unë kom pak problem.